Në një kremtim solemn dhe plot devocion marian, u përmbyll muaji maj në bazilikën e Nënës së Këshillit të Mirë, gjatë meshës së shenjtë të udhëhequr nga Imzot Miroslava Adamski, nunci apostolik në Shqipëri. Në këtë ditë të veçantë ku kisha kremton edhe solemnitetin e Trinisë së Shenjtë, besimtarë të shumtë u bashkuan në lutje dhe falënderim për të përfunduar muajin kushtuar Virgjëreshës Mari, duke u besuar asaj familjet të rinj dhe mbar popullin shqiptar. Gjatë predikimit të tij, Imzot Adamski ndaloi në misionin e Trinisë së Shenjtë, duke theksuar se hyi është bashkësi e përsosur dashurie ndërmjet Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë. Reverendo Padre Artemi, reflektim, le të na kujtojë të gjithëve se sa herë bëjmë shenjën e kryqit, thrasim ndërmjetësimin e marë Trinisë së Shenjtë. Ja besojmë jetën tonë Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë, duke besuar se ajo është gjithmonë me ne. Sot kremtojmë edhe ditën e fundit të muajit maj, kohë e kushtuar posaçërisht Virgjës Mari, dhe për më tepër ndodhemi në bazilikën e saj, duke ndëruar me titullin Nana e Këshillit të Mirë. Kisha e konsideron Marin si modelin e përsosur se si njeriu duhet të përgjigjet dashnisë së hyjit. Marrëdhënia saj me hyjin, një e trini, është e veçantë. Ajo është bija e hyjit atë, nana e birit të mishnu, dhe tempulli i veçantë dhe nusja e Shpirtit Shenjtë. dell'amore di Dio. Nunci apostolik ftoi besimtarët që duke kundruar shembullin e Marisë të hapin zemrat ndaj veprimit të hyjit dhe të jetojnë çdo ditë në besim, shpresë dhe dashuri, duke u bërë dëshmitar të Ungjillit në familjet dhe komunitetet e tyre.